Mos e pirat, a mujna paraprakisht me fol për klipin super i veçantë prej këndvështrimit personal i gjirum. Botat cilës i ekspozohet përmes syve ti, ku shfaqet qysh e sheh vet Mosi, POV i përditshmërisë ti, intenzitet që t'mon t'interesum deri n'fund me kqyr çka po ndodh, montazha top notch. Sigurisht është direkt prej vet Mosit për shkak se nuk pat hiq kredit te videoklipi. Mendoj që pika më e fortë e Pirat është videoklipi për shkak se pak a shumë treki si trek nuk është as ma nalt as ma poshtë se tjera që i kemi ni prej tij. Portretizim morbid i vetës edhe jetës t'vet, pa elemente shtesë n'mix, mendoj që Mosi vun për me u testu prej naj homologu edhe me nxe pret dikush me ja gjujt naj resht për me u kape, me u mat me ta. Mendoj që si këngë Pirat është nivel i zakonshëm i Mosit, po si klip është hap përpara n'treg edhe n'konkurrencë t'madhe të klipeve edhe tregut edhe të konkurrencës artistike, gjeneralisht, mas shumti po m'pëlqen që po vrehet që është me buxhet tolt, edhe kjo mas neve në vizon mas miri sa kot jon pare të mdhaja që shpenzohen nëpër produksione për videoklipe cilat nuk janë as afër qitij. Po e them prap, Mosin kisha pas qef me ni tu fol edhe për sene tjera, jo detyrimisht që lidhen me rrugën, gjithnjë tu e rujt tonin e agresivitetit që e ka, për shkak se këngët e tij ja kanë nis me u bo t'padallueshme me njona tjetrën. Qika shpej me njerëz, mos harroni të Pozhegu Brothers me vizitu që doni me investu n'patundshmëri te vargu i Blerë, plagja fantastike.